vërtet më. Ma shumë që blokat e ndërë. I lutë. Faleminderit shumë që Në Roma gjithve. Do të kikë edhe njerë për fatinë të relaxojmë pa. Faleminderit shumë që jenë në burë. Faleminderit edhe për jush, Sadri, mirë se ju gjeta përsëri. Faleminderit. A jeni nushëm? Domthonë ke post? Ja, e rrajve zotin nuk jam një nushëm. Se këta zakonisht ta xherojnë për me lo gjinohë. Nuk e di për ata. Ti me sigurisë pas ke gjëna. Jo, unë jam me zotin paq, domthonë nuk gënjej. Edhe kështu dal shlirë, se ki gole fort. Po shlirin a dal gjithë. Nuk e kem problem. Por pikuna. Po të kishin pas rujtë, por ruj ata, ruj këta, më të vra. Po mirë që tash po dalin, mas një 25 vjetë njerëzit me fol. Qish pështu e vëlloj furt. Okej, në regull jem. Më të posë që më konë ka që furt, kështu gjykë se në s'ki po vëli furt. Po më që ditë që unë më konë shumëria të farë vakti, po njerëzit, kjo guha është pejtulli, adin tash njerëzit kanë drejt me fol, por duhet me fol me fakte, se pa fakte, tani kur të vinë atje në organet kompetente, sigurisë dhe në organe të gjyqësorit, tani kur thej ke Kadri Veseli po bujnë ciu. Bravo, ta ndërgjitje për fatirë. Po bujnë ciu, e qka një me kur i pojë deklaratat e nështë e ke po emisionin me Hasan Zenile? Kush është taj? Po thot që është bashkëluftari i Zahir Pajazit. Unë kur njetë nuk e kom taku atë njeri, nuk e një, do më honë as gjatë dorën, as takue, as aj e ka përmen vrasin e babës temë. Dhe për këtë çështje unë e kom marrë dhe ty si çdo herë. Po e di. Ballhapur që të flasëm për këtë çështje dhe ajo që unë më thon krejt për çështjet asaj që ai e ka thonë në emision tonën është që ne para lufte, para prej viteve 90 e tutje dikush edhe mrena sistemit sekret Jugosllavisë e pastaj edhe jashtë kena punue që ta kryojmë shtetin dhe t'i kryojmë organet e shtetit Kosovës. Absolutisht po. Dhe këtë punë e kemi bo. Kemi dalë fitues ndaj Serbisë në këtë moment kështu. Dhe sot i kemë organet tona, ata që shpifin, ata që flasin, ata që shohin ondra, mas një 25 vjetë, ka organet të shtetit tash këtu dhe... Dhe më unë ti po pretendon që javë ke lanë organeve të drejtësisë dhe... Absolutisht. E ke që këtë rast. Unë, jo, po për gjdo rast që shpifin njerëzit, ose... Kjo shpifje si pas të i vërë. Unë mendoj që shpifin, janë organet ato që e caktojnë, a ka shpif, apo... E si e ndje se, për shumë, e tha në një farfur me shumë qëdishme, tha, a keni pretendu në herë me shpallë babën tanë heru? Qysh pretendoj kaj? Po, jo, sa shumë pa vërteta. E vërteta e vetme është që unë kam pyet për këtë njeri, por tash du me thonë edhe një çështje për cilën nuk e kom ditë, për besë që djali im është shoqëruar me djalin e tina. Dhe djali i tij... Janë shok? Për para ka nejtë bashkë në shkollë dikun, dhe djali i tij ka qenë një kohë gjatë, ka ardhur te unë, ka hongër buk. E besoj që edhe djali jam ka shku te Hasan e ka hongër buk atje. Dhe kjo është një farë pabesie kështu me dalë me fol. Ku kënë këta njerëz vitin 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, etjera. Por po dalin në kohën kur për këtë çështje është bisedue, është, domthon, unë kam qenë i ftuar prej prokurorisë në Hagë, kam dhënë deklarat, kam dalë publikisht edhe para teje, edhe para shumë njerëzve të tjerë në emisione të tjera, e kom pohue çka kom thonë në Hagë për punë vrasjes të babait, dhe duel para do kohësh, zavendës komandanti i shtabit përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zoti Sokol Bashota, që ishte dëshmitar në Hagë dhe pikërisht për këtë çështje u pyet nga advokati i Kadri Veselit, advokati i Kadri Veselit dhe Hashim Thaqit. Dhe ai tha që rasti i Malit Shehollit, kjo komunikat është rasti më eklatant që janë marrë vlerësime, janë bërë gjona pa bilihat. E ka marrë përsi për vrasit pa kom. Që pa temë në kë Hasan Zeneli edhe Hasanave të tjerë, po ju thëmë përsëris këto sonte, ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka gisht dhe s'ka pas në vrasjen e Malit Shehollit babës temë.
A e din? Unë këm marë dhe këm dëgjo, unë jam djali tina dhe natyrisht që këtë familja kena dash me ditë që shka rrjedh kjo punë. A e din, po. Dhe mbledhja informatat që ne kemi bërë, dalin, do giliptera, edhe do hështaplera, edhe do dhunues sërbo-shqiptar që e kanë krye këtë çështje. Dhe këtu përfundon çdo gjë. Këtu përfundon çdo gjë, ajo që është pasqyruar në Hag, është e vërteta. Po unë jam shumë i bindur që ata burra kur dolin prej Hage, këtij Hasanit, e Hasanave tjerë që nështë kanë dalë, kanë folë kështu, do t'ja u tregojnë venin ku e kanë. Fatmer, mu pëlqen për një rasti që nuk dasht me e shfryzu vrasjen e babojt tanë për ta fituar ndaj post politika për diçka. Jo, më Sepse tu kanë ofru qindra miliona euro nashta edhe prej anës tjetër. Por a është e vërtet? Unë vetëm e kam kërkuar të vërtetën. Domethënë unë nuk je shit për Jo, qëre Sadri. Baboj është vranë vitin 97. Dhe në atë periudhë këtu ka qenë sistemi Miloševićit. Në vitin 97 ka qenë sistemi Miloševićit. Nuk unë ngrita këtë akuzë kur për vrasjen e tina. Kjo më ka bo mu me dyshue që këtë vrasje e kanë bo kush e ka bo, po kuptën, dhe këm punue, ju më angazhue. Po qysh mujta me konun e ndahani Biri Maliqit, qysh mu u bona bashkëpunëtori e shërbimit informativ të Kosovës 8 vite, dhe ju mbyllë. Ke qenë pjesëtori shikut? Unë kam krye punë për shërbimin informativ të Kosovës. Stash dhe kena, apo qëto deshta më tërprej? Dhe 8 vite. A e thikë dhe dikon se vetë po ma qelë gojën burë, e kam edhe një musafir shumë special sonte. Ani more, se kem problem. Është një gazetor lëmtues, është kryeredaktori i gazetës Papirës, është ish ushtari i ushtrisë lëmtare të Kosovës, ka qenë pjesëmarrës në 3 luftrat. Është vërtet njëri, domethënë që nuk flet pa e menduar dhe pa posfokte. E ftoj sonte është Agim Hueti bashkë me neve me darë të kitë me posfokte. Faleminderit shumë tjerë. Faleminderit shumë. Mirë Roma. Si ne, një Darë mirë. të kitë edhe nërë se Agimi bile ka qenë edhe agjeru, shumë kër e kom këtu në emision. Agim, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve. Për një që je edhe besimtarit e vëshëm ti. Po, mundohem shto se jo. Praktikant? Patjetër. S'po gëzëm e për ti që ma të ka mundur Ramazanin. Jo, unë për natyrë jam kështu vetë. Natyrë, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve, mirë. Kem të bisedu lidhe me një emision e kemi pos para një 3 dite, edhe në momentin që e pëtëm Fatminën, kjo e tha dhe të vërtet tjetër, tha unë e kam qenë pjesëtari shërbimit informativ. Kam qenë bashkëpunëtori i Bashkëpunëtori i shërbimit informativ. Po, është e vërtet. Nëse s'gaboj ti, ku për ditë është e vërtet, a ti ke qena? Po, sa i përket meje, do më thonë, në kam publik se antar i shërbimit informativ të Kosovës, në atë ku Fatmiri ka